ndikimi i hënës së re. Çfarë ndodh me ndikimin e hënës së re? Dhe pse kjo ditë kaq e mirë dhe kaq pozitive që na jep mundësinë me trekëndshën që ndodh Mërkuri me Plutonin, kjo ka të bëjë dhe shumë. Ajo që do të duket sepse është një kënd i dobishëm për të qenë më vëzhgues, për të përqendruar më lehtë në qëllimet tona, për të pasur më shumë mendime dhe mundësi për të zgjidhur enigmat e çështjeve të mëdha që mund kemi pasur në të shkuar. Një kënd i dobishëm nëse duam të mësojmë lëvizjen, prapaskenat, persona të ndryshëm apo të zbulojmë sekrete. Është më se e sigurt sepse pikërisht Mërkuri në trekëndësh me Plutonin ka të bëjë shumë për njohjen dhe mundësitë e gjithçkaje që t'ju ndihmojnë, t'ju vinë në ndihmë për problemet që ju keni dhe t'i zgjidhni. Kjo duket se ndikohet pozitivisht me binjakët, peshorja, ujori, shigjetari, luani, dashi, që kanë lindur në fillim të shenjave të tyre apo kanë të bëjnë në lidhje me çështjet e horoskopit ascendentet në gradën e tretë, që do të thotë në çështjet madhore dhe në mundësi në fund të ligjit të dytë ose të tretë ka një ndikim shumë pozitiv. Gjithashtu, në këtë ditë kaq të bekuar, kemi të bëjmë me hënën e re, veçanërisht pozitive, që formohet në shenjën e binjakëve, duke filluar në lidhje me Mërkurin, me një trekëndësh me Plutonin dhe një gjashtkëndësh me Neptunin dhe Saturnin. Kjo hënë e re thekson dëshirën tonë për të bërë ndryshime në jetën tonë të përditshme dhe na bën më të sigurt në sjelljen që neve kemi dhe shoqërinë që neve krijojmë. Gjithashtu, do jemi më të gatshëm të shprehim mendimet tona, të udhëtojmë nëpërmjet mendjes tonë dhe mundësisë së artë që na jepet tani tutje. Përpiqemi të ndryshojmë, të japim mundësi, vendime, gjithashtu ndikohen përsëri që kanë bën binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit, rrjedhit parë ose të kanë ascendente në këto shenja. Mundësitë dhe rëndësitë, lidhje me punën, ndarje që keni pasur ka ribashkim duke filluar nga kjo ditë. Gjithashtu ka diçka shumë të madhe sepse ndikimet planetare të kësaj dite jep mundësi në 3 gjëra kryesore, 3 shtylla kryesore, në lidhje me ndarje që keni pasur para disa kohëve dhe ka mundësi bashkimi. Mund të bisedoni, mund dërgoni SMS, sidomos nga dreka 12 me 17:10. Shënojini këtë sepse ka të bëjë shumë në lidhje me problematikat që keni. Mund të dërgoni mesazh të gjini zgjidhje. Ka të bëjë me punën, të hequr me pa të drejtë nga puna dhe kjo bën që pikërisht në këtë ditë kaq të rëndësishme, kaq të sigurt për atë çka kemi dhe atë çka jemi,